Amen, duhet ta dini besoj deri tash si funksionon përgjimi i telefonave tuaj. Për shembull, ju do bëj mohabet në kafe me shokun tat, du me blej makinë, nuk po di çfarë makine me blej. Sa hap telefoni veç kur dalim vetëm njoftim me makinash. A ju ka ndodhur besoj? Kjo na tregon normal që telefoni na përgjon gjatë gjithë kohës. Puna është ta çojmë hap më tepër. Ju ka ndodhur një herë të mendoni për diçka e papritur del reklam, asaj që po mendoje? Kjo ndodh se pasha ka fare ta them, telefoni jot lexon mendjen ty. Ta mos harroj gjithë të leximet e mendjes tate, po i shkojnë si data Mark Zuckerbergut. Ai do i përdori di kundër teje, po nëse. Kjo teknologji që mund të duket e pamundur ty me të lexuar mendjen e telefonit, në fakt është shumë e thjeshtë nëse mendon frekuenca. Truri jot përmes mendimeve tuaja lëshon frekuenca rrotull. Telefoni jot është një marrës frekuencash. Si mendon se e merr telefonatën? Me pak fjalë, çdo iPhone i ri, çdo model telefoni i ri që del, është një makineri përgjimi më e fuqishme se ajo që ishte më përpara. Dhe ti shkon e blen, sepse ashtu e kanë masku, si diçka shumë mirë për ty, që ti duhet të shkosh ta blesh. Nëse si je dakord as me këtë, jetën gjon nëse mamën kena fol për duhanin, ti nxjerr lekët nga xhepi e blen atë gjë edhe pse e di që është hel. Kjo gjë që po përdor me pak këtë video tash, çdo që ti e di më tepër për mendimet e tua se ç'di ti për mendimet e tua. Se di për ju, po mua më duket se kur keni qenë shumë më të lumtur kur s'kishim telefon, ha? Çfarë mendimi keni ju?